أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Allahun e lartësuar e falënderojmë, salavatet edhe selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Nësë Allahun që të na bëjë sinqert, na i pranojë adhurimet, na i falë mëkatet të cilat i bëjmë. Allahumma amin. Shënon Imam Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu disa nga ngjarjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëra prej tyre është kur Rasulullah i ka thënë Allahu xhalla shanu ka garantu, i ka marrë garancian apo i ka dhënë garancian atij burri, atij personi i cili del në luftim kundër armikut që me marrë Zoti azza wa jall përsipër ose më kthy me fitore të dunjas ose me shku i sigurt në xhenet, ama me dalë thot për i Zot Zotit me iman në Allahin edhe duke besu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Për me e fitu këtë shpërblim, pra lypën dy kushte, e para me besu Zotin, edhe dyta me e besu pejgamberin alayhi salatu wassalam si pejgamber. Pse këto dyja, edhe çfarë përfitojmë nga këto dy kushte? Përfitojmë se kushdo që del në një betejë, në një luftë, e cila mas pari nuk është luftë e drejtë, nuk është luftë e saktë, nuk është e legjitimuar, nuk ka problem. E dyta, nëse nuk e bën për i Zot Zotit, për çka ka me bë? Ka me bën për mendje madhësi, ka me bën për mi thon trim, ka me bën për mi thon i Zoti, ka me bën për mi thon emrin e tij me përmend. Pra, çka s'është për i Zot Zotit, i jetë që aty. Nuk vjen shpërblimi me ta. Edhe nëse fiton në dunja, në famë ose ku e diçka, edhe nëse vdes, përfitimi i botës tjetër nuk është i mundshëm. Është veç përfitimi i kësaj dunjaje. Prandaj njerëzit të cilët i bëjnë veprat e mira, po s'kan iman, nuk do të thonë që nuk shpërblehen këtë botë. Shpërblehen. Nëse janë gjallë, shpërblehen me rrugë, shpërblehen me famë, shpërblehen me dhurata, shpërblehen me emrin tyne përmendet, shpërblehen mas vdekjes duke u emërtu institucione me emën të atyne personave, shpërblehen duke u ngjit emrat rrugëve. Çdo sen që s'është për i Zot Zotit, në xhenet në botën tjetër s'ka sevap. Kuptojeni? Edhe namazin të cilin e bën një njeri, unë ose ti, Allah na rujt, Allah mos na bëft për tyne, që shkon në xhami për mi rrit fama, shkon në xhami për mi besu njerëzit biznesit ti, me thonë shkon i blenit e filani se i falet, ose thotaj, unë ty po të raj, po unë e 5 vakte të bej fale, ose ai tjetër shkon haxh, se tash djemt e vet i kanë bë senet, edhe tash ajo bë plak, ka dalë në penzion, edhe dënaj me hy tash në rënin e burrave edhe pleqnarve që me e qitë në kryet venit në përtubime, edhe mi thonë fol baba haxhi, se ka për i Zot Zotit, ose ka rast kur njeri ka në xhami, mu më ka thonë personalisht, hoxha, kur më dish baba e kish pas një shtagën e pleqve, dini ato krutat. Edhe tha, kur pesha tha shtagën të shtëpia, dita gjuma, shtaga mërzitet. Baba ka marrë në xhami shtagën, ta shtaga mërzitet. Çka me bë? Edhe unë do të me shku në xhami, me çu shtagën në xhami. Para mendo, me çfarë niyeti e nis, lut Allahun që ai ta ketë përmirësuar niyetin, me bë për i Zot Zotit, inshallah. Ama që kësh në xhami me çu shtagën, se baba ka shku me çat shtagë, e ky tash po duhet subhanallah, me thonë i fëmijë 3-4 vjeçar, këtë ide mund është me thonë ajtë se i vogël ka imagjinat, ama burri 65-70 vjet, shtagën me që në xhami, atër ti nuk din se si me mja lidh kryt kësaj çështje. Çdo sen që nuk bëhet për i Zot Zotit, kush do koft ai, qysh do që ka emnin,
sa kish problem, vetë qatë sa ke bo për i Zotë Zotit. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka hyrë njeri namaz, e ka vjedh namazin, o falë shpejt, o gut, se ka bo për i Zotë Zotit. Ka këqyr anash, është falë sikur se knu, sikur hanë kokrat, misrit, kalamoqit, shpejt e shpejt, bab, karan sesh do është qu. Për kushtimin nuk e ka pas, mend i ka pas qëtër ka. Sa ka me marrë ja Rasulullah shpërblim, qaq sa e ka pas për i Zotë Zotit. Veç, 5%, 5%, 10%, 10%. Ma shumë jo. Dikush mundet normal dhe me prish kret, mos me marrë, kur gjë është problem. Edhe dikuj mundet namazi me ju bon sebeb me qu në xhehenem. Namazi po. Mundet. Nëse fare nuk e ka për i Zotë Zotit. Na kemi njerit cili ka shku në haxh, për arsye se thot si familje i bam senet, i nërëqem shpijat, djemt 4-5 djemt gërbet, pare po, qyrëm qa kemi mongin shpi, du të me qu babën haxh. Që tash me thonë, djemt e filonit, mashallah, kanë vyt, i kanë bë shpijat, kanë bë ato, kanë bë këto, kanë bë kerat, i kanë martu djemt qka, edhe babën e qu në haxh, djemt marë. Nëse bëhet për i Zotë Zotit, elhamdulillah, Allah ja pranoft. Ama veç për më rrit fama, autoriteti, nuk shpërblehen njerëzit. Prandaj Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po thot kush dal në luftë për i Zotë Zotit, i kanë thonë ja Rasulullah, njeri shkon në luftë për me rrit amni, për me thonë komandant, për me rrit fama, për me fitu pare, etj. Cili janë në udhë Zotit, taman që ka, asnjoni. Veç ku shkon për i Zotë Zotit. Prandaj Allahu xhaleshanu njerëzit të cilët nuk i bëjnë punë për i Zotë Zotit, ja u qet në shesh. Edhe luftën, edhe mas luftës, edhe sadakën. Ti ki njeri i cili ka dhënë sadakën në xhami, se ka pas për i Zotë Zotit. Mas 5 vjetë, 10 vjetë, ka fillu me përmen, me e prish sadakën e vetë, me e zhduk sadakën e vetë. Unë e kum bon qëta. Hytbja është e jamja. Unë e kam pas njeri që 4-50 vjetë hytbja, kjo, jo kjo, dikun tjetë. Edhe kemi dasht me hek për arsye se është shkatru totalisht. Ka dal njeri aty dengë dhe zgudzan kush me prej kësa e jamja është. Shvejotja për tja e ke dhanë për i Zotë Zotit, u banë 50 vjetë, u kryma, u demolu, u shkatru, du të me nru me bo 3, ja, e jamja është. E po mirë, ajote, ka pe që e të shpia jote. Du të mi ba sanet për, a e ke dhanë për i Zotë Zotit, a e ke falë për i Zotë Zotit, shunë, sa ka shërby. Zgudzan me përmen mu me thonë e jamja. Ajo është e Allahit ma, nuk e kërkuj ma. Andaj, vazhdon pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur thot mos të kisha frikë për ummetin tim se po e ngarkoj, të më njek mu, të e njek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mësimet e tij, thot nuk kisha me mungu kur nga asnjë betejë. Edhe thot ndroj sikur të vdes, të vritem luftë për i Zotë Zotit, pastaj të ngjallem, pastaj të vritëm, pastaj të ngjallëm 3 herë ka përmend. Që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, shahidi është personi që 100 shpirta me i pas, edhe me vdek, me i dhonë për Zotë, lyp hala me dhonë për shkak të shpërblimit të cilën ai e ka në botën tjetër edhe të mirat që ja jep Allahu i lartësuar. Qatë shmirë sa ai 100 shpirta me i pas lyp, apet me vdek për i Zotë Zotit. Të dashur vëllezër, që kjo është edhe sebepi edhe mëshirësia. Pse njerëzit të cilët kanë iman të Allahi, qoftë ata xhamatli, qoftë hoxhallar, qoftë çdo kush, edhe kanë kontribu në luftën e fundit në trojët shqiptare, po thonë Kosovë, po thonë Maqedoni, po thonë Preshev, Bujanovc, Medvexh, njerëzit fetar. Edhe tash ti, domthon kur e kupton ti që tonë se çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti nuk vjen hiç çudi pse është ai numër aq i madh i besimtarëve që kanë marrë pjesë në luftë. Pse? Po s'ki ndryshe, nuk mëson feja ty me trahtu vatanin. Nuk mëson feja ty
me ikë për atë dhëut kur ti e ki obligim me i shërby, me i nimu. Por, të dashur vëllezër, e këshilloj veten, ju këshilloj edhe juve, për fat keq, kajherë na, jo shpesh inshallah, kajherë, e prishim punën me senet vogla. E nreqim me të mëdhaja, e prishim me të vogla. Na jemi në gjendje me e bon shtetin, me mendimin e Zotit, pastaj me shërbim edhe me hizmet që i kemi bon na, të tjerët. Pastaj kur vjen puna me do të cikrime të vogla, e prishim. Pra mendo për një emën të një individi, të një partije të caktume, filoni, fistiki, kjo partia, na jemi në gjendje mu përla njëri me tjetrin. Na jemi bashku për me luftuar mikun, bashkimi konkret. Na jemi bashku për me dhonë ndihma, pare, gërbetxhit. Kur vjen pyetje na për çami, dhe po jap një këshill. Gërbetxhit na kanë shku si shumicë. Tash, nuk janë këtu, kanë shku. Aman, mos lejoni as parti politike, as individ, as analist idiot, po e thëmë, analist idiot, me kriju përqamje mes neve që jetojmë këtu edhe gërbetxhive që kemi në gërbet, mërgjimtarve. Zgudzojnë ata me thonë, ata, na, gërnaqa që gërnaqa, ata janë idiot, të cilët dojnë me bë përqamje në mes këtij populli, mes pjesës gërbetit edhe neve që ne jemi një, ne jemi vllazën, ata janë vllazit tonë, ata janë djemt tonë, ata janë prind tonë. Si jemi në atë përqam, qa po veni jo, po bëni ato po. Qysh do që të ndodhë, nuk do të me fillu munini një lloj përqami mes neve dhe atyne. Ne jemi bashkë. Na kena mbrojt, i kena shërby, kanë arë njës për gërbetit, i kanë shërby këti vene, kanë dhonë pare, kanë lonë fëmijë keq. Na kemi qëllime shumë më të mëdhaja me rujt këtë vatan, dikush ka dhonë jetën, dikush është mundu, gjithë se cili me mundësit e veta. Jo tash më ardhë, më thonë, kur e kemi luksin me prish për pak. Ne jemi në gjendje, me ka pushkën, me luftuar mikun, kur vjen pyetje masanena, me bo një korupcion, me 10 euro, me 50 euro, me e prish, ti e prish. I kon luft. I ka shërby atë dheut, për i Zotë Zotit. Djallit, një pyet, i kanë thonë atje të leja, kërkoj falje se për përsërista, se me më thonë dikush e ki fakte, s'kam fakte. Pi lypin 50 euro, ti pjapish, e ke prish. Mos i jep. Mos e lejo përmes durve tua korupcioni mu përhap. Se ti e konë që ke prun shtetin qëtu, mu konë që ka që mirë, mu konë, elhamdulillah, mirë jemi. Mos e prish për pak. Shko thuj ati zotnis, shko ati me nipin tanë aty, kur ta merr lejen, kamera është aty, thuj kë, 100 herë letinje, unë e jap, po du të me përsërit apet 15 euro, o, 200 euro jap, s'ka problem, e përsërit kjo edhe njerë përsërit. Le të bjen për provimit, s'ka problem. Më falë se po drejtojmë ty se kjo e mirët me leje ma se. Le të bjen. S'ka problem. Deri kur, deri të plakët, ti thënjet mjekra. Ai ka me marrë lejen që shduhet me marrë, ose s'ka me marrë hiç. Po veç 50 euro, hiç. Se është në pyetje ti po e shërben të keqen. Nëse ekziston kjo vllazni, nëse ekziston, po besoj që se ekziston, unë po besoj. Mos toleroni vllazni se haram është. Edhe insistoni vllazni. Më thonë njerëzve që me kuptu mu vetë disu, nëse nuk e kam su mirë. A kemi edhe raste kur se dola pak pi temës. Vjen edhe hoxha më frynë, për çka? Kur me marrë me vozit kjerin po më dridhen komët. Kredve nga kanë dridhë komët për herë të parë. Mësomi, ka daldales. A ke bën e jorë atje? Kom bën, brum bam, të vërglat folë. Dhe më thonë se ke marrë që është duhet. Gjdo fillim e vështirë, ka daldales, me të fryne nuk shkojnë të sane, du të me përvoj me bon. Prandaj, na du të me shërby këti, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë, pale sa herë me dekë, jam gjendje apet me dekë. Ama mas dekës, masanena qka, pelshojmë frontin, po shkojmë për korruptojmë situatët e caktume. E qëta dhe dashës, na du të më konë. Me dash për i Zotë Zotit venin tonë, por i Zotë Zotit ti nuk ki alternativ tjetër.
Na nuk guxojmë kërkush me prish, duhet me nreq. Me nreq. Edhe një gjampa e tërhek, edhe një vretje. Ata që kanë jetuar edhe para 99-s, para luftës, na kemi tash atë epokën para luftës edhe mas, e dinë se çfarë zullumi është bën nga pushteti, nga policia. Mos bani vllazni krahasim të policisë me ato të para luftës, ju jeni bën mazi se ata e dini çka do të thonë, mos. Ata janë djemë tanë, janë vllazët tanë, ata falin namaz, do për tyne edhe s'falin, po gjithsesi janë djemë tanë, vllazët tanë. Mos ta krijojmë një përçami mes neve dhe kushdo kuft, edhe mjekët, edhe policët, edhe institucione tjera, mos me pas i huaj ata. Kemi nevojë na për bashkim, pse na veç kur na godet një keq që na bashkohemi? Pse na jetojmë, kanë jetuar në për shatora, në për male këtu në Kosovë ose në Shqipëni atje, edhe keni thonë që veç mu kthy, mëra kena me jetu në shatora veç venin tonë. Pse me na hy përçamja? Pse me na hy përçamja? Nuk guxojmë na më përça, ne jemi vllazën. Andaj kemi kujdes, pra pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë edhe 100 herë nëse është pyetje me dek, duhet me dek për vatan. E mos me prish masanena. Për pak. E kjo mu po pengon se na po e prishim. Allah na përmirësoft. Pashtu vazhdojmë me, pra jemi të fol sakrifica pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur ka bën mbledhje mushrikët e Mekës, qysh m'ia bën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me myt, me moratu pi ti, pi të lasheve të tia, sipas tyne ju bind të lashaj, edhe përmendet në disa transmetime se ku janë mbledhur në atë odën, aty ku janë mbledhur me bani domethënë një zgjidhje qysh moratu pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur aty në formën e një plakit, ka ardhur shejtani, iblisi, ai madhe, ai baba i tyne, kryesori. Edhe ka thonë, jemi një mbledhje, një këne, thot jam plak për filan venit, a mu i dhune me një mbledhje, po hajde thot jenë, mos përna jopish një zgjidhje, albete. Edhe a ju jep një zgjidhje, thot, le të bohën 100 djemë 3 prej 100 familjeve. Edhe le të shkojnë aty, në dhomën e tij apo në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe secili me shpatën e vet, le ta sulmoje apo le t'ia ngule shpatën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu që 100 familje nuk mundën familja e pejgamberit, akrabaja migjallart, me marr hak. Çka bëjnë? Lëshojnë pa nga hakmarrja. Kalojnë te opsioni B, mi ia dhon qasoj familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mi ia dhon 100 deve. Se gjaku mu pagu gjaku i një njerit që vritet, domethënë edhe familja s'dojnë me myt, po dojnë dëmsh problem, atër është 100 deve. Domethënë devja është në këtë rast si njësi matëse, pa marrë parasysh sa lëviz çmimi i saj, është si njësi matëse, qysh është ari për disa gjana, argjendi për disa gjana. Edhe tha 100 familje, 100 djemtri, secili ka një deve, nuk ju kushton shumë, po tha mundet tash 3.000 euro, parafërsisht po tham një deve, mundit gjithë m'ia dhon, edhe me shpëtu prej këtij fitnexhi, prej këtij personi që ju bën të lashe. Edhe vendosën që ashtu familjet Allahu Gjalleshanuhu i tregoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në shtratin e tij e la Aliun radiallahu anhu, i cili ishte një djalë trem, djalë i ri. E la se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpinën e vet i kishte pasuninë kret me kasve, kret me keleve, edhe pse ishin ata armiq të Resulullahit, mushrik, prap i alinin qypat me lira, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mi arrujt. E kanë ditë ata që ai është besnik. E kanë ditë që ai nuk vjedh, që ai nuk mashtron. Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk i mor ata qypa me lira me thonë këta po më sulmojnë mu, po më luftojnë t'ja marr qypat me lira dhe çka për Medinë me ik. I tha Aliut, qëtu është pasunia filanit e filanit e filanit, ja japish nesër. Po pse s'ja dha pejgamberi vet sallallahu alaihi wasallam, me qëllim që mos më kuptu sa i dën me ik. Se kur t'ja kthem pasunin kretve, atër ka diçka. Nuk ja u çaj. E kjo na bën kuptu të dashur vëllezër se pasuninë e tjetër kujt nuk ban me përdor. Pra mendo, më armik se Ebu Gjahli, Ebu Lehebi,
që ka qenë për pejgamberin, ti nuk ki armiq. Ma të rrezikshëm se ai që i ka pas. Megjithatë nuk e ka legjitimu vjedhjen pejgamberi, se ka legjitimu vjedhjen. Me thonë, bën mja vjedh pasunin Ebu Lehebit, Ebu Gjehlit. Qysh unë edhe ti a legjitimojmë vjedhjen njëri tjetrit. Nuk ka fetfa, rastësisht mos për ju bjen nëjherë me ndëgju se për ju thot në djali i rije, në euforik që bën me ja vjedh pasunin filanit se ai nuk fal namaz o qafer. Me ja vjedh bën pasunin një jo muslimanit, se ai është filan fe. Dine se hajnia, vjedhja është vjedhje karshi çdo kuj. Kur nuk bëhet halal me vjedh? Kur? Ja Rasulullah ka pas nevojë sallallahu alaihi wasallam për çato dukat ja kërkush. Po nuk ka vjedh. Haram, haram, haram është me vjedh. Ka raste kur në amën të fes, nga keq kuptimet e argumenteve, djemë të ri, në amën të islamit qonë edhe vjedhen, ose mashtrojnë njerën, mashtrojnë e shetë sanin falsë për original, thot aqë se këtë qafer është. Lejohet. Jo, vllazni. Këto fetfa janë burimi i ignorancës, i paditurisë. Nuk lejohen, janë haram. Edhe djemë të ri po i këshillaj. Nëse një shok i yti ka hyrë që ty në laknave, largo prej ti. Largo prej ti. Feja, haramin e ka haram për çdo kan, ka fshi çdo kuj. Kur në islam zinaja nuk bëhet halal. Po ajo qika është qafira, është tani, habibi jam, haram jo haram në islam. Qaj që unë e pi vjedhin në kanar, në peshoj, është filan fejnë, është kundërshtar i islamit, vëlla jam, haram jo haram, wajlul lil mutaffifin, mirë për ata që matin, që peshojnë, me kanar, ose që matin me metër, keq, shesë është dru, mëse bën metrën 1.80, le 2, në kile, mos e letat peshën ka una tjetër me vjedh, mjatë qitë 800 gram, 900 gram. Jo vëlla jam. Allah ka dhënë mirë për ata të cilët peshojnë ose matin gabim vjedhin në kanar ose në metër. Shkon aty me mat shpinë, e ke ly, mos ja luj metrën, vallahi nuk e ki halal. Se nëse dikush do të kish vjedh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do ta bante me mushrikët e Mekës që largun prej shtëpisë. Ja u la pasunin aty. Edhe kur dul te dera e borrit, te dera i pa djemtërit të cilët e kishin rrethu. Atëherë Allahu xhalla shane urdhnoi, siç është përmend surën Anfal, me marr një grush dhe edhe veç me lëshu në ajër. Zoti i lartësuar secillit prej tyre ja çoi një kokor apo ma shumë nga i zall në sy. Edhe ja verboj syt. Nuk e pan pejgamberin alayhi salatu wasalam teksa largohen nga mesi i tyne. Që aty afër tyne kaloi edhe eci. Ata hyn mas një gjysore një orë në mrena në shtëpi, e rrethun Aliu e kish mlu kryt, edhe po flente shumë shlirë. Kjo na jep me kuptu se ai që ka iman edhe që lidhet me Zotin, edhe nëse ka hyrë në shtratin e vdekjes, nuk ka gajle, nuk flan shlirë. Para mendo, domethënë tu e ditë që kanë me sulmu 100 veta, edhe me myt, ai është në gjendje me zon xhumi. Kurse ti e nin njëri vjen edhe ankohet te hoxha ose dikon thot hoxha s'pam zë xhumi, pse shumë gajle, po duhet me menu nesër, kam me shku në punë, kam me shku në montim, ta natën s'pam zë, pse s'po zë xhumi? Flaj o burr, flaj se shnash nesër. Gajle, tu e stresu veten më shumë se çka duhet. Lej do sana qet. Edhe njëri prej tyre tha, mos e mytni. Pse? Jo, tha, t'ja çelim fytyrën, ta shohim çysh po e ndjen dhimbjen, ta përjetojmë, na ta përjetojmë, ka ta mysim ata me përjetu. Çka e me kuptu? Kjo me kuptu prap kaderin Allahit që ka shkruar Zoti mos me vdek Aliu. Mos me vdek. Ja çelën fytyrën kur e pan s'është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata nuk e mytën se s'kishin nevojë me myt ata. Pejgamberi alayhi salatu wasalam dul, u largu, eci,
E morë Ebu Bekrin bashkë me veç ata dy në fillim ishin, pastaj i shku në devet, edhe shkojta e shpella që veç e dinin e Thawr, një ven aty në periferi, një mal, edhe një shpellë e vogël që duajnë me ul, me hy si zhagas, po thamun e kështu. Domethënë, pin kam nuk e shika e dera, me ul të poshtë po shihet. Ebu Bekri radhiyallahu anhu hyn i pari, e kontrolloi venin e pa që s'ka kur gjë, hyn i bashkë, pastaj tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hajde. Domethënë, Ebu Bekri sakrifikonte për Resulullahin. Atëherë hyn edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i mbylli disa vrima që mendonte se ka ndonjë krep ose në gjarpën që mund me sulmu dhe me helmu Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, e një prej vendeve nuk kish çka me vendos, s'kish në harrën, në tesh diçka leck për me mshele vendosi kamën e vet e Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Bashkë aty e kafshoja krepi apo gjarpni, transmetimet përmendin, njëri prej tyne, edhe nuk u nal Ebu Bekri apo nuk e heke, e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej slatit disa ditë që s'kish fjet, e kish zonë gjumi në pranin kokatin pranin e Ebu Bekrit. Ebu Bekri nga dhimbja po çante, po nuk e lunte kamën mos me aprish gjumën pejgamberit alayhi salatu wasalam derisa lotët e tjera në fytyrë të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, pastaj u çu Resulullahi edhe po i tregon kështu. Në ato momente erdhën mushrikët edhe po dojnë mu afru të shpela, Ebu Bekri filloi me u tutë edhe me u dridh. Çka ki Ebu Bekr? Tha ja Rasulullah, a din tha që 100 deve shpërblim janë për kokën tane, janë qartë njerëzit. Ama, subhanallah, kur është momenti më i rrezikshëm që njerëzit janë kundër teje, që atëherë duhet mu forcu lidhja më shumë me Allahun. Kështu i ka ndodhur edhe Ibrahimit alayhis salam kur po hundin zjarr kret mbretnia kundër tij. Kështu i ka ndodhur Musës alayhis salam kur kret perandoria më e madhe, më e fuqishme, superfuqia e botës, faraoni me ushtrinë e tij ishin kundër tij. Kur Yunusit alayhis salam apo Ayubit alayhis salam, Ayubit alayhis salam kret shoqënia akrabaja ju largon, ai ishte i lidhur me Allahun xhelle shanu më shumti. Sa më shumë që këputën i mytët për njerëzve, besimtarit i lidhët i myti me Zotin. I forcohet i mytit të Allahu. E tjerë, mos të hymë tash në detaje. Në ato momente, po i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrit me qetësi, la tahzan, mos u piklla, la tahzan, mos u mërzit, inna Allaha ma'ana, Zotin e kemë na me vete. Allahin e kemë me vete. Ama kjo lyp iman, kjo nuk ka fjalë goje. Allahin e kemë me vete, la, ty tut. Allahin e kemë me vete, ku, s'ka. Allahin e kemë me vete. Dush më koni vendosen. Edhe në këtë formë, u largun ata nuk hynë në shpellë. Para mendot që aty kanë shku të shpellë, dhe njove së smunët më konë që aty. Ka transmetime që është vendos një marimang në shpejtësi, ka ardhe Allahu xhele ka inspiru që me vendos një rjetë të saj edhe me thonë qëre më paskon që kanë hyjë aty, nuk i shkon kjo rjetë të marimangës. Saj përket të asaj meselës plumi edhe strofkull ati edhe vez ati nuk është e saktë. Transmetimet aludojnë që s'është e saktë, vetëm të marimanga ka disa transmetime që përmenden në librat islame. Pra nuk i shkon mendja as me ul. E kjo është sakrifica pejgamberit alayhi salatu wassalam në këtë rrugtim, edhe gjithmonë fun e krye do të më kon lidhja e besimtarit më e fortë pak me Zotin azza wa xal, e jo në momentet më kritike, smundjet më të mëdha edhe ngushtimet më të mëdha me harru Zotin. Zban hiç. Allah na falë të na përmirësoft. Walhamdulillahi rabbil alamin.